Për herë të parë Pogradeci mirëpriti festivalin ndërkombëtar të akuarelit, një event kulturor që bëri bashkë artistë nga më shumë se 30 vende të botës. Sipas organizatorëve, Pogradeci është një prej atyre qyteteve i cili ka të gjithë mundësitë për realizimin e një festivali të tillë nëpër masa akoma më të mëdha. Do të thotë janë duke filluar nga realizmi, superrealizmi, abstrakte, ekspresive, kështu me radhë. Po gjithsesi kjo mund të jetë një diplomaci kulturore. Kjo është edhe misioni i këtyre shoqatave që janë edhe pranishme pra sonte. Kam organizuar disa aktivitete watercolor në Greqi, duke qenë si lider i Greqisë në shoqatën botërore të akuarelit, me idenë për ta kthyer edhe Pogradecin në destinacion kulturor pikërisht mbi akuarelin. Pjesëmarrësit aktual janë një nga piktorët më të mirë eventual të bojrave të ujit Pogradecit dhe kënaqësia tonë dhe timja në përgjithësi ka qenë që ky event të vinte në Pogradec, të bëjë Pogradecin një nga pikat ndërkombëtare më të spikatura të bojrave të ujit, për arsye se ne jemi vendi i ujit dhe dua të them që janë ndjerë jashtëzakonisht të privilegjuar. E para njërë nga pritja e jashtëzakonshme e qytetit Pogradecit, e njerëzve që jetojnë këtu. Artistët e huaj janë shprehur të mahnitur nga Pogradeci, ku shumica e tyre vizitonin për herë të parë qytetin, ndërsa thanë se ky qytet të frymëzon për të realizuar punë të bukura dhe plot ngjyra. Kam ardhur disa herë në Pogradec, këtë herë jam kënaqur shumë. Ky është qyteti i artit, e mbështet dhe kur më ftuan se isha pjesë e këtij festivali u nderova. Di të them që ky qytet mund të bëhet qendër e artit në Shqipëri. E pëlqej këtë qytet, më tepër i zhvilluar se mendoja. Sot pikturoja dhe kisha një pamje fantastike. Ju betohem, një nga pamjet më të bukura që kam pikturuar ndonjëherë. Mendoj se ky event i ngren në një shkallë më të lartë këtë zonë. Ju duhen këto evente për të promovuar turizmin. Është nder të jesh këtu në qytetin e bukur të Pogradecit. Jemi entuziast që akuareli erdhi kështu, ju jeni mirëpritës dhe ju japim ngrohtësi. Ju duam të bashkëpunojmë për herë me shqiptarët. Jemi të gjithë të kënaqur që erdhi. Një pjesë e punimeve të këtij festivali do i dhurohen fondit të Galerisë të Artit të Pogradecit, ndërsa piktorët realizojnë punime në disa prej destinacioneve më interesante të zonës, si Tushemishti, Lini, Varet e Selcës e të tjera.